dashuria që nuk vdes, historia e patreguar e shqiptarit që sakrifikoi jetën për të shpëtuar vajzën, në cep të një qyteti të vogël shqiptar, midis rrugëve të ngushta ku njerëzit njihnin njëri tjetrin prej brezash, jetonte një familje e thjeshtë. Në shtëpinë e tyre modeste, buz një rrugë me kaldrëm, fillonte çdo mëngjes historia e një babai që për shumë vite nuk u dallua nga të tjerët. Por në zemrën e tij rritej diçka e rrallë, një dashuri që një ditë do të provonte të ishte më e fortë se frika, më e madhe se vetë jeta, quhej Ardian. Ishte 46 vjeç, punonte si marangos, një zanat që i mbante frymën familjes. Nuk kishte as pasuri as të njohur të fuqishëm. Por kishte Elenën, vogëlushen që i mbushte shtëpinë me drilë. Elena kishte sytë e tij, ngjyrë lajthie, dhe të qeshurën më të ëmbël në lagje. Kur Elena mbushi 13 vjeç, nisi të ndjejë e lodhur. Fillimisht menduan se ishte nga shkolla. Pastaj nisi të ketë frymëmarrje të vështirë, lëkura ju zbe, duart i ftoheshin. Në fillim mjekët dyshuan për anemi. Por analizat e thelluara zbuluan një të vërtetë që i rrëzoi. Veshkat e Elenës nuk funksiononin më, fëmia juaj ka nevojë për dializë të menjëhershme. Dhe nëse nuk gjendet një donator, jeta e saj është në rrezik. Për një prind nuk ka fjalë më të rënda. Net të tëra Ardiani dhe gruaja e tij. Liria nuk mbyllën sy. Elena ndenjë në spital javë të tëra, me aparatura që ja pastronin gjakun. Ajo qante, duke thënë, babi, mi hiqni këto tuba. Dua të shkoj në shtëpi. Ardiani përpiqej të buzëqeshte, por sa po largohej nga dhoma, lotët e tij binin mbi pllakën e ftohtë të korridorit. Ishte i pafuqishëm. Dhe ky ishte dënimi më i rëndë për një baba që jetonte vetëm për të mbrojtur vajzën e tij. Ditët kalonin dhe lista e pritjes për transplant ishte tepër e gjatë. Donatorët e mundshëm mungonin. Mjekët filluan të përgatisnin familjen për më të keqen. Por Ardiani nuk mund të priste më. Shikonte Elenën që tretet çdo ditë, që mundohej të qeshte veç për t'i bërë qefin. Por sytë e saj tregonin dhimbje. Një mëngjes, pas shumë netëve pa gjumë, ai mori vendimin, unë do t'i jap veshkën time. Nuk mund të rri më këtu duke parë si shuhet dita ditës. Mjekët u përpoqën ta ndalonin. Ai kishte diabet dhe tension të lartë, çka e bënte operacionin më të rrezikshëm. Por për të nuk kishte kthim pas. Shkroi një deklaratë ku pranonte çdo rrezik. Nuk e tha as vajzës, as gruas. Vetëm një miku të tij i rrëfeu, nëse unë s'jam më, ti thuash se kjo që zgjedhja ime. Të jetoj ajo. Pastaj s'ka rëndësi çfarë ndodh me mua. Kur Liria e mori vesh, shpërtheu në lot dhe i kërkoi t'i mendonte fëmijët e tjerë. Por Ardiani i tha vetëm kaq, nëse nuk e bëj këtë, nuk do mund të jetoj as edhe një ditë më shumë duke e ditur se mund të kisha bërë diçka. Operacioni u caktua pas 2 javësh. Atë natë, Elena pyeti, babi, pse je kaq i qetë sot? Ai e përqafoi fort dhe i tha, sepse do të kthehesh në shtëpi së shpejti, bi. Dhe kjo është e vetmja gjë që më duhet. Dita e ndërhyrjes erdhi. Në sallën e operacionit, zemra e Ardianit rrite fort. Mjekët i dhan anestezin. Kur mbylli sytë, mendoi për herë të fundit fytyrën e vogëlushes që e priste të zgjohej. Operacioni i transplantit zgjati më shumë se 9 orë. Veshka e tij u përshtat mrekullisht me trupin e Elenës. Mjekët lajmëruan Lirin me zë të dridhur, për vajzën, gjithçka shkoi më mirë nga sa prisnim. Por kur pyetën për Ardianin, fytyrat e tyre nuk treguan të njëjtën shpresë. Ai nuk po zgjohej. Organizmi i tij, i dobësuar nga sëmundjet kronike, nuk po e përballonte dot humbjen e veshkës dhe komplikacionet. 2 ditë më vonë, mjekët i lejuan Elenën të hynte në dhomën e kujdesit intensiv. E mbështetur në karrocë, me fytyrë të zbetë, por me një shkëndi të re në sy, Elena i zgjati dorën. Ardiani i hapi sytë për pak çaste. Frymëmarrja e tij ishte e dobët, por buzëqeshi, tani do jetosh. Mos qaj. Ky ishte gëzimi im më i madh.
Lotët i rridhnin mbi jastër. Elenës i rridhnin mbi dorën e tij. Pastaj ai mbylli syt për herë të fundit në paqe, në funeral, lagja e vogël u mblodh e gjitha. Të gjithë flisnin për burrin e heshtur që nuk kishte ditur të thoshte jo kur bëhej fjalë për jetën e fëmijës së tij. Për babain që pati kur ajo të bënte atë që shumica se imagjinon dot, sot, Elenës i ka mbetur një mbres e gjatë në bark, plag që tregon se aty jeton një pjesë e babait të saj. Në shtëpinë e tyre modeste, në një cep të dhomës ka një kornizë me një foto ku Ardiani e mban Elenën mbi supe, kur ajo ishte vetëm 5 vjeçe, në ditëlindjen e saj, ajo ndes gjithmonë një qiri dhe thotë: "Babi, ti je gjaku im. Ti nuk i ke kur. Ti je vetë jeta që më dhe." Kjo është historia e patreguar e një shqiptari që dëshmoi se dashuria e një prindi nuk njeh frikë, nuk njeh sakrificë, që është shumë e madhe. Një dashuri që nuk vdes.